Avokat, a mendoni se Ergys Agasi, pra rasti i Ergys Agasit, mënyra e funksionimit, skemës kriminale që ndiqte e tjera me radhë dhe lidhjes që bënte mes tij Edi Ramës dhe krimit organizuar, do tjetë fundi i Edi Ramës, pasi pjesën korruptive e kuptojmë, por a do ta përtypin dot shqiptarët pjesën e lidhjes direkte të Edi Ramës me krimin organizuar, nëse faktohet që ai ka pasur një lidhje të drejtë për drejtë me element të krimit organizuar? Të im realiste kjo, nuk besoj se kjo ngjarje do të shkojë ashtu siç duhet të shkojë deri në fund. Por unë mendoj se kjo ngjarje do interpretohet nga secili në mënyrat e tij. Pra, pavarësisht se kemi një gamë të tërë ngjarjesh që nuk kupton qartësi që kur ekziston palishmëria, nuk ka rëndësi kush është niveli më i lartë apo më i ulët, por mjafton thjesht në aspektin politik mbapërgjithësi, ndërsa në aspektin penal i dërgon të tjerët përpara gjykatës, por ajo që ne duhet të kuptojmë është kjo: apo vjen momenti që institucionet ndërkombëtare duhet të marrin në drejtimin e tyre juridik dhe politik, do të thoja, masa kundrejt atyre të cilët abuzojnë me përdorimin e krimit organizuar në politikbërjen e brendshme në Shqipëri. Sepse kjo nuk është thjesht një ngjarje e thjesht kur një djalë apo një njeri apo një burr apo një grua përfshihet në veprimtari kriminale, apo dyshohet që ai edhe grupi i tij përfshihet në veprimtari kriminale. Nuk është një konflikt privat të cilin shteti vjen edhe normal kufizime, po është pikërisht funksionar apo njerëz të cilët kanë përfunduar nga funksionet shtetërore dhe nga aparat publike që përdorin institucionet kushtetuese, institucionet ligjore për përfitime personale dhe duke përfshirë veten e tyre si të akuzuar në grupe të ndryshme kriminale. Prandaj them, kjo gjë, kjo çështje, kjo ngjarje, këto veprimtari që ka ndodhur gjatë gjithë këtyre viteve, nuk është se ka ndodhur në 2025. Këto ka ndodhur para 2017-s. Pra këto gjëra ka ndodhur vazhdimisht. Nuk vjen ky moment që u kapën këta individ, sepse kemi të bëjmë me një përpunim dhe me një vazhdim dhe një sofistikim të punës. Nuk mund të kapen drejtorët e Erion Velis dhe mos dinte asgjë Akshi, ose mos dinte asgjë Edi Rama. Mirë nuk dinte Akshi, nuk dinte Edi Rama për Agacin, po nuk dinte Shiku për Agacin. Lind pyetja e natyrshme. Institucioni i cili duhet të ruaj dhe duhet të ruaj vetëm, jo vetëm rendin ton, po edhe çdo gjë që cënon sigurinë kombëtare në çdo formë dhe mënyrë. Drejtori i policisë së shtetit që ka pa certifikat sigurie, po pse e bëre drejtor më? Mos bëj pak më poshtë, u le agradat. Pra do të thotë, vullneti i drejtorit që të ekzekutoj çdo gjë që thot partia, nuk ka rëndësi certifikimi. Dhe ju më thoni mua për banda kriminale. Po ku ati ti mungon certifikatet deputetëve, ministrave i mungon certifikate e sigurisë. Ju më thoni mua për banda, apo pushteti përfshirë me bandat, apo partia përfshirë nga bandat. Kjo është taksative. E vërteta është kjo, dhe në fund fare ne duhet të reagojmë ndaj çdo gjëje që shkelmon rendin kushtetues, rendin ligjor, dhe po pse mos të bëjmë edhe diçka tjetër që të provokojmë këtë qeveri të dorëzohet dhe të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Partia Socialiste, në rast se do të shpëtojë veten e saj, në moment që flas sot, ka shansin e fundit për 100 vite të ardhshme që të çojë vendin në zgjedhje të parakoshme. Avokat, a mendoni se Ergys Agasi mund të flasë si Arben Ahmetaj nga Arratia dhe mund të denoncoj atë çfarë po ndodh me qeverisjen e Edi Ramës?
të flas, mos të flas, provat përderisa janë aty, në rast se do të zgjidhen të gjitha ato prova dhe do dalë në publik, sigurisht që edhe pozita e tij do të jetë e vështirë, sepse në fund fare ai do të tregojë ose ka treguar me këtë veprim një keq besim edhe ndaj personave që ka bashkëpunuar, jo mirë besim. Pra keq besim. Tani, ai i cili ty të ka besuar dhe ti je shfaqur duke mos e besuar dhe madje dhe duke ja bërë dhe gropën, pavarësisht pazareve dhe çdo lloj gjëje që keni bërë, e sigurt është që do të ketë inat, do të ketë mbledh, do akumulojë çdo gjë të mundshëm që ty të bëj që po u ktheve ose po nuk u ktheve, sigurisht unë do të marr hak. Ne do shikojmë se si pushteti do veprojë me levat e veta, se ka dhe shteti. Do shikojmë se ku do arrijë rripi që do ta shtrëngojë kundrejt familjes së tij, dhe atëherë do shikojmë që do të kemi ndonjë penduar në distancë që do të bëjë intervista në një televizion tjetër, se njëri bëhet te syri, tjetri mund ta bëjë te kaltri, e kupton? Ndryshon. Tjetri mund ta bëjë në oqean, e kupton? Është e drejta e tij. Por puna është kjo që ne duhet të kuptojmë bashkë si shoqëri që në rast se ka të penduar, mirë se të vinë të penduarit, por ajo që duhet të kuptojmë është kjo. Zotëri, ky i penduar ka qenë në marrëveshje me këtë person. Dhe ky i penduar vjen kur na ka shfrytzuar të gjithë neve përmes këtij dhe në fund fare me paratë tona është bërë miliarder. Kjo është shumë e thjeshtë. Ta kuptojmë. Dhe ai pensionisti që voton nga mjes deri ndark Partia Socialiste, se për atë e kam fjalën, ky është bërë miliarder. Kurse ti je varfanjak dhe lufton me varfërinë tënde, duke sharë nga mjes deri ndark Saliun dhe të tjerë, dhe ndërsa personi që ti ke votuar sot ka vendosur super miliarder, njerëz të cilët ti nuk ke ndërtuar një shtëpi apo ke familjen në emigrim dhe ke punuar 40 vjet dhe me 100.000 lekë me justifikimin që ky lek s'ka si shtet, po ja çon akshit për të groposur sa më shumë qytetarët. Për këta socialistë them unë, që të kuptoni se si ju angul partia juaj. Tani komentet poshtë. Avokat, të ndaremi pak te Belinda Balluku, ku tashmë SPAK-u ju drejtua kuvendit për t'i hequr mandatin e deputetit dhe imunitetin vetë Belinda Ballukut, ndërkohë që Komisioni i imunitetit dhe mandateve dihet tashmë se si shkoi para disa ditëve, dhe ndërkohë pritet viti i ri, pra janari 2026, për të parë se çfarë do ndodh me Ballukun. Ndërkohë nga ana tjetër Edi Rama ka reaguar me ashpërsi duke thënë që duhet presim vendimin e gjykatës kushtetuese që në mos gaboj është më 22 janar. Ju në këtë rastje shikoni fatin e Belinda Ballukut. A do të shkojë ajo para drejtësisë dhe a do t'i heqë imunitetin kuvendi për t'i hapur më pas rrugën arrestimit nga ana e SPAK-ut? Rasti Balluku është një rast fenomenal që nuk ka ndodhur ndonjëherë në kohën kur zoti Rama nuk ka dashur të bëjë avokatin askujt. Emrat dihet janë të dukshëm dhe madje nuk ka dashur të bëjë dhe avokatin e socialistëve, se zoti Darko mos gaboj është socialist, nuk është rilindas. Zoti Bllako është rilindas, nuk është socialist. Zoti Hamnetaj është socialist, nuk është rilindas. Dhe ajo që unë dua të tregoj tek socialistët dhe tek rilindasit, diferencën midis drejtësisë së zotit Rama dhe padrejtësisë së zotit Rama. Zoti Rama drejtësinë e bën me rilindasit, padrejtësinë e bën me socialistët. E keqpërdori flamurin e Partisë Socialiste në 2013 duke shpikur rilindjen. Nga 2013 deri në 2017, deri në momentin kur erdhëm në zgjedhjet e 2017, zoti Rama ishte ende me rilindjen duke qeverisur vendin. Në një moment të caktuar kur plasën skandalet për Partinë Socialiste
Po me emrimin rilindje, Zoti Rama përdori çfarë? Përsëri flamurin e Partisë Socialiste dhe u rikthye tek Partia Socialiste. Por çfarë ndodhi? Me një padrejtësi absolute luftoi të gjithë socialistët dhe në fund fare vendosi dhe pas legjislaturës së 2017 të gjithë rilindasit. Dhe sot Partia Socialiste është e goditur politikisht dhe juridikisht dhe penalisht dhe moralisht nga keqmenaxhimi i Zotit Rama në bashkëpunim me rilindasit. I nderuar, zonja Balluku nuk është socialiste, është rilindase. Por duke përvetësuar dhe duke marrë peng Partinë Socialiste me ndihmën e Zotit Rama, patën favorin që të drejtojnë institucione të rëndësishme, po duke mos i dhënë socialistëve zhvillim ekonomik financiar në familjet e tyre. Të kenë mungesë për të bërë një shtëpi, pra të kenë mungesë fondit për të blerë një shtëpi. Më thoni ju mua sa socialistë që votojnë me pafos Partinë Socialiste, që e din që në 2017 në vazhdim ka qëndruar rilindasit dhe jo Partia Socialiste. Sa prej atyre kanë bërë para kur ka qeverisur partia e tyre? Asnjëri, sa kanë bërë? 5 me 10 veta kanë bërë. Pra, momenti procedurial që flasim do të ndodhi brenda janarit, para 22 janar, në maksimumin 6 me 7 shkurt. Pse bëj një ndarje të tillë? Në rast se SPAK-u do të ketë aksione të vazhdueshme, është se pikrisht dosjet e zonjës Balluku i ka marrë Zoti Dumani. Pse i ka marrë Zoti Dumani? Sepse Zoti Dumani kishte mohatur që ky është besprem. Dhe përderisa është i tillë, Zoti Dumani duhet t'i kujtoj që prishë marrëveshje dhe nuk më bëre për herë të dytë kryeprokuror. Dhe sigurisht që procedura jo shpëtimit, quhet procedurë e zvarrimit të procedurës së zonjës Balluku. Pra, zonja Balluku do presi datën 22 janar, në rast se gjykata kushtetuese del në favorin e zonjës Balluku, ju e të mbani me në qëndrimin tim, unë them gjykata kushtetuese duhet të vinë në nivelin e dur dhe duhet të shfuqizoj vendimin për pezullim në 20 vend kryeministri, nuk ka rëndësi emri në këtë moment. Por tani nga aspekti politik për Partinë Socialiste duhet themi këtë gjë. Zoti Rama do përpiqet të tregojë Republikën parlamentare dhe e sigurt është që Zoti Rama me procedurën e dhënies së imunitetit do të shikojë një ngjarje. Në rast se SPAK-u shkon dhe godet rreth oborrit të ngushtë qeveritaro familjar të Zotit Rama.